Udhëtarët duhet të blejnë bileta avioni sa më shpejt e jetë mundur për të shmangur rrezikun e çmimeve më të larta të shkaktuara nga shtrëngtimi i naftës si rrjedhoi luftës në Iran, tha ministri i Industrisë dhe Turizmit i Spanjës, Jordi Hereu, pasi priti një rekord prej 97 milion turistësh vitin e kaluar, 3.5% më shumë se në vitin 2024. Spanja mund të ruajë një ritëm të ngjashëm rritje këtë vit, shtoi ministri. Megjithatë, kostot më të larta të karburantit kërcënojnë të rrisin çmimet e biletave të avionit dhe ulin kërkesën, paralajmëroi ai. Ajo që ne rekomandojmë është që njerëzit të blejnë biletat e tyre tani sepse kompanitë ajrore aktualisht po përdorin karburant që është bler kohë më parë dhe për këtë arsye ekziston një element i luhatjeve të çmimeve, tha Hereu. Është tashmë e qartë se çmimet janë rritur dhe kjo mund të ndikojë në kërkesë, shtoi ai, duke theksuar se autoritetet spanjolle dhe europiane merrin masa për të parandaluar mungesat e karburantit. Ndërprerja e furnizimeve globale me naftë ka rritur çmimet me rreth 50% që kur Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit me 28 shkurt. Rritja e çmimeve të naftës i ka shtuar më shumë se $100 çmimit të fluturimeve të gjata nga Europa, një kosto që mund të shkaktojë çmime më të larta të biletave. Hereu tha se Spanja, ekonomia e katërt më e madhe e eurozonës, kishte një stok më të madh karburanti dhe kapacitet prodhimi më të lartë se vendet e tjera.